muslimani që është vigjilent, duhet me ditë dhe ai duhet me organizu jetën e tij në bazë të fikut të prioriteteve siç thash. Prandaj robi duhet me qenë i angazhuar me vepra nafile në bazë të gjendjes së tij personale dhe gjendjes së ummetit çfarë e ka. Domthon, përderisa kemi shumë farze, shumë domthon vepra dhe punë që duhet me i krye që na janë farze. Nëse ne në ato qalojme dhe edhe ngecim, atëherë duhet ditë që nuk kemi drejt me e kalu tek nafilet. Po ne duhet me u angazhu fillimisht me ato që janë pra obligime, ato që pra angazhimi jonë duhet me qenë me atë që ka është vërtet prioritet. Për atë edhe them, kur na flasim gjithmonë që po vërtet kemi hadithe të shumta, namazi natës është vërtet çush ka njoftuar për Ramazan, domthonjë se vërtet është pas namazit farz, namazi më i vlefshëm tek Allahu është namazi në brendësi të natës, që është fjala për namazin e natës, po është megjithatë nafile. Po tash kur kemi të bëjmë me shtresat e njerëzve, duhet ditë se edhe ne si hoxhallar, edhe ne si këshillues kur e këshillojmë domthon xhamatin tonë, kur i këshillojmë njerëzit, duhet me këshilluar bazë edhe të statusit që e kanë edhe veprimtarisë që ata janë të angazhuar domthon në përditshmërinë e tyre. Nuk është e udhës bie fjala një biznesmen që është i angazhuar edhe që vërtet duhet menaxhon kompani bie fjala të ndryshme e domthon pasuri të mëdha, nuk është e udhës që ne të tillit me i kërku edhe me thonë ti duhesh me agjeru sa më shumë nafile, sen domthon në tonë tajte ditë e bardha sen, edhe pse po padyshim që është e udhës që brenda mundësive ai me bën një gjë të tillë, por të tillit me udhës është me i kërku që ai me qenë prej atyre që nuk i harron bonjakët, nuk i harron pra të varfrit, nuk i harron familjet të cilat kanë nevojë që vërtet t'u nxjerr dorën në aspektet materiale, në aspektin e ndihmesës, sepse Allah i ka dhënë atij, po ai duhet me ka një kujdesshëm, pra edhe sepse duhet vërtet t'ja jap hakun punës e angazhimit ditor që e ka në profesionin e vet, por atë jetën kohë që të kontribon në profesionin me fjalë që e ka, që ka pasuri. Ai që nuk ka, ai nuk ngarkohet me sadak, as me zeqat, as me këto. Për atë, gjithashtu, politikanit ne nuk i kërkojnë që ai sa më shumë të fal nafile. Ai patjetër me na prezantu neve në teravije, patjetër me ardhat në namaz natës, me ndajt bashkë me neve deri në nuk i themi ne. Na i themi atina që vërtet ai le të harron orarin e punës, edhe le të harron atje derën e ministrisë, edhe le të harron pra vendimet edhe marrjen edhe në nënshkrimet se ku po i vendos. Apo i vendos në nënshkrimet ku neve na humbin nga 150 milion nga buxheti i shtetit, e cilat vërtet ndoshta i bën në gjendje mos them ndoshta edhe mos të përdorë edhe të pitë e kështu me radhë. Se për ndryshe vërtet njerëz që janë të logjikshëm e që e kanë dertin këtij vendi dhe këtij populli nuk e lejojnë veten që me qenë pavëmendshëm kur fjala e këtyre përgjithësive. Prandaj të këtilët na i ftojmë që ata kuptojnë kur fjalat e farzit, të falja e pasur po vallahi, pe kryeministit, prej presidentes, e gjithë ministrat e tjerë, ata duhet që t'i falin pas kohët, pas parit të hot kur fjalat e farzit. Por kur fjalat për këto tjera aty nuk i ftojmë na. Na i thënë të këto tjerat, mundonu pak më të vëmendshëm me qenë në punën që e keni, në obligimet që i keni marrë nga sovrani, nga ky popull, edhe s'ka t'ja japni hakun, edhe t'jeni pra të sinqert, edhe të mundoni që vërtet të jemi pra tepër të vëmendshëm në vendimet që i merrni, qofshin ato që kanë të bëjnë me zhvillimet tona të brendshme, por qofshin ato që kanë të bëjnë me aspektin e zhvillimeve të jashtme, e që na tonë dim se në çka jemi duke kalu edhe në këto kohë të fundit si Kosovë.